nuk është e drejtë që të mbahet 2-3 ditë në shtëpi me temperaturë fëmia pa vizituar, sepse shpesh dëgjon nga nënat që thonë që mendova që është viroze dhe nuk i kam dhënë gjë, kam mbajtur në shtëpi 2 ditë, 3 ditë me temperaturë dhe pastaj e shef që gjendja nuk përmirësohet dhe e bie në spital për vizitë. Nuk duhet të marrin përgjegjësira kaq të mëdha në kuptimin e mirë të fjalës. Kur duhet ta sjellë një nën fëmijën për vizitë ose më saktë kur duhet ta çojë tek mjeku i familjes, pediatri? Unë në konceptin tim çdo temperaturë të fëmijës e quaj si një vlerësim të pediatrit në vendin më të afërt. Sepse pavarësisht ti mund ta menaxhosh temperaturën, por ti duhet të dish se si të veprosh me fëmijën në 24 orët e ardhshme apo në 48 orët e ardhshme. Sepse shpeshherë lind ai problemi që si se parandalova unë një konvulsion febrit. Ti s'mund ta parandalosh sepse në shtëpi ke mundësinë vetëm që të japësh diçka për temperaturën. Por vizita pediatrike kërkon një ekzaminim të kujdesshëm të fëmijës, të zhveshur nga fillimi deri në fund për të vlerësuar gjendjen dhe për të qetësuar edhe mjekun i cili e viziton edhe prindin se si do veproj më vonë. Kështu që është e gabuar 2-3 ditë ta mbash në shtëpi me temperaturë pa e vizituar.